Engelida Libeaj nga koalicioni Djathtas për Zhvillim ka komentuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Teksa u shpreh zhgënjur për rezultatin zgjedhor, Libeaj thotë se nuk e kishte parashikuar asnjëherë që Partia Socialiste të fitonte me këtë avantazh. Nuk është ky rezultati që prisnim. Nuk kemi arritur aty që mendonim. Unë nuk jam nga ata që e shohin fajin diku tjetër. Tezat politike nuk kanë gjetur një pëlqim të shqiptarët. Mund të kem qenë dhe unë. Të gjitha analizat duhet të nisin nga vetja. Ky vend është i keq qeverisur, ekonomia është keq më keq, korrupsioni është masiv. Ata që qeverisin këtë vend i kanë bërë njerëzit të ikë. Shifrat nuk janë opinion. Unë nuk e kisha parashikuar. Logjika nuk më çon atje. Nëse para 4 viteve ai ka marrë 74 mandate dhe sot 82, nuk më përkon me atë që ka ndodhur në këto vite qeverisje. Shumë njerëz të Partisë Socialiste janë në konflikt me ligjin, shumë janë dënuar dhe shumë të tjerë jo. Qeverisja nuk ka qenë korrekte me ligjin. Këtë e thot edhe Spaku, që ka goditur në këtë anë, thot ndër të tjera Libeaj në një intervistë televizive.